Pra, ne kemi në mendsinë tonë qëndresën, pra duhet të qëndrojmë, sepse nëse ne shkojmë për një protestë dhe ikin te shtëpia, normalisht kjo ndodhi me Partinë Demokratike, ata erdhën, por një kishin masiv numër, mos themi edhe realitetin. Gjithë kishin masivitet, çfarë ndodhi, hollën 2 shashka dhe ikën. Pra u bën një jehon dhe ndodhi asgjë. Kjo i vlen atij, i vlen Tiranës. Pak zhurmë. Ideja është ne që qëndrojmë aty, ne jemi ata që e bezdisim. Për drejtje me këtë që sapo më thatë, ne nuk kemi një plan që mund ta them tani për shkak se çfarë do ndodhi mbas kësaj. Ne thjesht kemi thirrur një protestë kombëtare në datën 4 janar, në orën 12 dhe jam i bindur që aty do ketë masivitet njerëzish, sepse ne shohim ritmin e njerëzve që na vinë çdo ditë në aty ku ne jemi përpara kryeministrisë që na takojnë. Mund të jetë një numër i konsiderueshëm njerëz që vinë rreth 5 minuta, ikin, ndalojnë, përshëndesin deri diell me fjalë kur e kemi nisur këtë, kjo nuk ka ndodhur. Sot kjo vjen edhe duke rritur gjithnjë edhe më shumë. E qartë. Nga ana tjetër doja t'ju bëj edhe një pyetje të fundit sa i përket Shqipëria bëhet. A mendoni se në datën 11 maj ka pasur zgjedhje të lira duke qenë se ju patët edhe një përplasje me avokatin aktual të popullit? Në drejtën të lira nuk kanë qenë, sepse ju e dini shumë mirë që kryeministri asë një javë para zgjedhjeve ka falur gjobat, me fjalë i mashtroi prapë shqiptarët që do i falte gjobat, dhe më pas ata e thyen këtë. Nuk ka qenë ndershme, sepse vetë administrata ka qenë në presion të madh që çdo individ kishte të paktën 3 ose 4 persona, familjes që do i raportonin me letra, që ata kanë votuesit e vet. Ne nuk kemi qenë në gardë barabart, po të ishim në një gardë barabart, unë do isha kandidatë që do bëjë, sepse unë kam vënë për shumë pak dhe me thënë drejtën unë e kam fituar, por është prish në bota e diasporës, se gjithë e dinë, nuk ka shanse që në një kuti të dalin ose në gjitha kutit të dalin një rezultat i njëjtë, pa që rezultati i njëjtë. Ne kemi pasur një probabilitet diku tek 20 deri në 15, pra rrinim këtu. As më lart, as më poshtë. Pra, për ne, normalisht ato janë vjedhur, por ne nuk do i qahemi tani të ecim përpara, shqiptarët e dinë këtë, e dinë edhe punën që ne kemi bërë, në lidhje me gjithë çka ka ndodhur, dhe u duke qartë që dikush erdhi na u bashkuati, ose më saktë ne bëmë koalicion me dikë që për shkak se vetë njerëzit na kërkonin që bashkoni ju të rinë, bashkoni ju të rinë, dhe ne vendosëm me atë që u vetë ofruati, që ishte, ne kemi dhënë një paranumë atje, Gjishmeri Manga, pra Jendri Shabani, na ka tralltuar, kjo u duk qartë, kjo që ndodhi para një jave, që realisht ai na ka tralltuar, ka hyrë me qëllim të qartë se çfarë do bënte. Pra, për na penguar ne. E qartë, nga ana tjetër, zoti Hoxha, do doja të riktheheshim tek afera e zonjës Belinda Balluku. Si e keni parë të gjithë mbrojtjen e hapur që kryeministri shqiptar po bën ndaj zonjës Balluku dhe çfarë pritet ndodh me imunitetin e saj, por edhe me hetimin që është nga SPAK? Po kjo është e qartë që ata janë bashkë. Kanë të një është e qartë, duket qartas, përderisa ai po e mbron me kaq ngulm, do thotë që ata janë bashkë, kanë ngrënë bashkë, çdo gjë e kanë bërë bashkë. Kjo situatë nuk është normale në Shqipëri, ka që po të ishte në një shtet europian ose në fqinjë tanë, këta do këshën rënë, por këtu nuk e di, janë bërë këto miliona euro nëse këto vjedhjet si diçka normale dhe popullit dhe sa do të bërë shtypja. Jo të gjithë masës, ose njerëzit edhe janë të friksuar, në fakt presin edhe nga ndërkombëtarët ose nga SPAK-u se çfarë do bëjë ose çfarë do ndodhin, por realisht duhet një presion i madh për t'i dhënë këtij personi. Në javët ose në muajt që do vinë, do duket edhe zhvillimi se si do jetë ecuria. Unë jam i bindur që do ja heqin imunitetin, sepse vetë SPAK-u nuk është se thonë shpesh është Edi Ramos, jo, SPAK-u është krijuar nga ndërkombëtarët, nga Bashkimi Evropian dhe nga Shtetet Bashkuara të Amerikës. Kështu që ta duan të heqin imunitetin. Pavarësisht se këta kanë një numër
të konsiderueshëm mandatesh, por unë jam I bindur që do ja heqim. Apo përdoret ndoshta dhe imuniteti politik I zonjës Balluku si një mburojë që mund të bllokojë hetimet nga ana e SPAK dhe apo krijon kryeministri I Shqipërisë, zoti Edi Rama, një precedent ku askush në pushtet nuk mund të ndiqet penalisht. Po, në fakt ai këtë po kërkon, që zonjës Balluku mos të hiqet imuniteti se I vjen radha tjetër më pas. Pra, nëse këta do I rrëzojnë imunitetin me fjalë zonja Balluku të shkojnë në burg, atëherë çdo person tjetër pastaj do shkojë mbas saj, pra çdo person që ka vjedhur, ka futur dorën në xhepin e qytetarëve, miliona euro që na janë vjedhur, çdo kush do marrë përgjegjësi dhe do shkojë në burg. Ai këtë po bën sepse ka hallin e tij, jo se ka hallin e zonjës Balluku. Qartë. Ndërkaj, zoti Hoxha, do doja të kaloje pak tek hetimi që po ndodh tashmë mbi Akshin. Si mund të shpjegohet fakti që një dosje kaq e madhe për manipulime tenderash, pastrim parash dhe pekmarrje përfshir këtu zyrtar të lartë, por edhe kompani të lidhura me pushtetin, a do duhet dhe a do të veprojë SPAK në mënyrë të pavarur apo edhe në këtë rast hetimi do të bllokohet nga vetë kryeministri shqiptar Edi Rama? Shikoj ndërruar, po të shikosh zhvillimet gjatë kësaj periudhe, çdo zyrtar ose çdo person është I korruptuar. Pra çdo person që është I lidhur me qeverinë është I korruptuar dhe kjo dita ditës po del në një gjë e re, jo Akshi, që dolën këta të zonjës Balluku, pra presioni që u bëhet njerëzve për të firmosur e me radhë. Ta I lëm pak sa të futen në llogoren e tyre dhe më pas I bëjnë presion që të firmosin tenderat apo firmosin lloj-lloj letrash që këta përfitojnë. Po të është re, unë kam ndjekur me indësi, çdo kompani, ose më saktë dalin një ose dy kompani, të cilat janë përfituese të një tenderi, ose siç ka qenë kjo Akshit, pra personat që e kanë përfituar. Tenderi që është përfituar me më I lartë, I mundshëm. Në fakt do të jetë më I ulët I mundshëm dhe më I rregullti, kurse këtu I jepet më I lartë sepse këta përfitojnë. Për sa I përket SPAK-ut, jam I bindur që e gjithë çështja nuk është tek person. Tek personat. E gjithë çështja është që çdo person që ka futur dorën në xhepat e qytetarëve do shkojë para drejtësisë. Kjo nuk ka dyshime. Edhe këta normalisht ne na ushqit të diella se diçka e madhe. Në fakt këtu duket qartë që është dora e një individi që ka lënë çdo gjë të lirë dhe po lën çdo gjë të lirë që të vidhet. Pra këto miliona euro që kalojnë sa ndej sa këtej, janë dora e një personi, sepse nëse Edi Rama realisht do donte që të bënte një shtet normal, atëherë ne nuk do të kishim këtë. Por këta janë të përdyer me krimin dhe normalisht këto ndodhin. E qartë, zoti Hoxha, ju thatë se në protestën tuaj është bërë problem generatori që ju të përplaseni me policinë e shtetit. Ndërkaq, nga ana tjetër si mund të lejohet që një biznesmen si Geron Meçe të rëmbehet, të kërcënohet për të tërhequr ankimimet mbi tendera dhe çfarë tregon këto ngjarje për lidhjet e dyshuara këtu brenda forcave të rendit dhe ndoshta edhe ndikimin e politikës mbi të gjithë drejtësinë tonë? Po pra, problemi jemi ne, njerëzit e lirë. Nuk janë problem këta, se këta janë bashkë. Pra njerëzit e lirë që thonë të vërtetën. Ne themi të vërtetën, atë që po ndodh realisht në Shqipëri. Dhe ky është problem për Edi Rama. Sot ne jemi problem që I rrim aty te dera. Nuk problem këta që vjedhin ose këta që dalin edhe kapin. Problemi më i madh ne që protestojmë. Problemi është gjeneratori, sepse këta duan të minimizojnë sa më shumë, mos ketë reagim sa më shumë. Po ta vesh re, zotëria kanë thirrë edhe një ditë leje më tepër për punuesit e shtetit, sepse ai do që çdo gjë të shkojë në harmoni, të ketë festë të gjitha me radhë. Pra nuk do. Është bezdisje e madhe po të ketë një reagim qytetari më. Pra gjeneratori jonë është bërë legjendë në të mbretën, ne do ja falim kur ta fitojmë këtë politikë. Do ja falim gjeneratorin që ata ta kenë se ndoshta kur t'i fiken dritat ndoshta stanë dhe ja u falim. Ka ana tjetër, zoti Hoxha, e gjithë kjo a mund të interpretohet edhe mungesa e disa shisheve ultra luksoze vere pas sekuestrimit, pra si një provë e ndërhyrjes së palishme në prova dhe manipulim të hetimeve dhe sa larg mund shkojë, ndoshta vetë qeveria për të mbrojtur bashkëpunëtorët e tij, ku nga ana tjetër Agasi nuk kishte lidhje fare me politikën. Me thënë drejtën, këtu krimi organizuar është një me shtetin dhe çdo gjë shkon për te kësaj. Nëse ti je I kapur, do bësh atë që thonë të tjerë.
Sepse këtu është dalë qartë që këtu pijet një shishe verë miliona lekë, ndërkohë që qytetarët shqiptarë me si e kalojnë muajin, ka rreth që para fushate që kryeministri thotë që do rrisin rrogat, por në pjenin time nuk janë rritur rrogat dhe as nuk mirë mendej që të rriten. Pra këtu çdo gjë është fasad. Pra u shitet shqiptarëve sikur këtu çdo gjë është normalisht, u shitet shqiptarëve sikur çdo gjë shkon përtej gjitha gjërave që thon, pra ne do rrisim këtë, do bëjmë atë, do bëjmë këtë, ndërkohë që këtu lidhen pak nuk e di. Mirë, zoti Hoxha, nga ana tjetër si është nuk ka përgjegjësi, nuk mban një përgjegjësi edhe kur vjedhin. Këtu është të vjedhin pse është mirë. Pra shkojmë drejt keqes. Qartë. Zoti Hoxha, nga ana tjetër, si shikoni ju edhe situatën brenda Partisë Demokratike sot, lëvizjen e zotit Ervin Saliani dhe akuzat ose ndoshta edhe vetë përjashtimin e tij ashtu si e quan dhe zoti Berisha